Breza ka pasur emri i Brezës, pra nuk ka mundur të mos jetë edhe në novkat e komandantëve të luftës. Këtë emër me plot trimni e ka mbartë edhe Hamdi Bajrami, komandant Breza, të cilin e përshëndesim për zemërsi. Breza ka pasur luftar të dëshmuar dhe të dalluar thuajse në të gjitha luftrat. Këtë përmes folklorit e kënduan edhe këngëtarët tonë të mirënjohur. Po ka pasur edhe dëshmor të rënë. Andaj në emër të familjeve të dëshmorëve të Brezës, ftoj djalin e dëshmorit Ismet Bajrami, pra ftoj Liridon Bajramin ta merr fjalën. Të nderuar brezjan dhe gjithë malësia e kësaj jane, më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të këtij fshati t'i përshëndes mysafirët që na kanë ardhur sot këtu në këtë vend të bekuar. Vëllezër e motra, shumë herë armiku u mundua që të shkel këtë vatër stërgjishore, të cilët na janë të parët tonë. Mirë po duke lind nëna shumë djem trima, të cilët çdo herë ju përgjigjen dhe çdo herë i dulen ballë për ballë. Andaj më lejoni që sot para jush të përshëndes zoti Hamdi Bajramin, komandant Breza, dhe gjithë ushtarët e UÇK-s, invalidët e luftës. Mirë po lavdia u takon dëshmorëve të kombit. Andaj, ju lus që asnjëherë s'duhet haruar se fal gjakut të këtyre dëshmorëve, ne sot po festojmë lirshëm këtu në këtë vend. Andaj, duhet të ruhemi dhe kur të mos shkelmi mbi gjakun e tira të shejt. Lavdi dëshmorëve, i lejt ju qoftë dheu, ju faleminderit. Falenderojmë pra djalin e dëshmorit Ismet Bajramin, zotri Liridon Bajramin për fjalimin. Se Breza është marrë me gjitha lëmit, sot ne jemi krenar, po edhe gjithë breznjantë që jetojnë në Turqi, po edhe këtu në Maqedoni.